Miqtë të Propertycast, ju përshëndesim, uroj që t'jeni mirë dhe uroj me gjithë zemër që këto podcaste, këto biseda të lira, të thjeshta, të vinë sa më natyrshëm dhe të japin atë rezultatin e duhur për të mësuar diçka, qoftë edhe ne, por më rëndësishmja për gjithë ju që na ndiqni. Sot kemi një person tjetër shumë të rëndësishëm në centri 21, një njeri që për te pjesës që ka mësuar vetë, po mundohet të japi nga më e mira se çka ka mësuar nga përvojat e saj, në trajnimet e saj, në coaching. Coaching, ky është ai termi që ne do të përdorim më së shumti sot, ku do të fokusohemi për mënyrat që të shtyjmë sa më shumë pranë klientëve dhe agjentët të arrijnë perfeksionin për të bërë më të mirën në shërbimin e tyre në këtë fushë imobiliare. Blerina Xhelili, të falenderoj shumë për kohën që erdhe të japësh atë më të mirën tënde këtu në Propertycast. Faleminderit për ftesën Altin, edhe përshëndetje. Si kanë qenë këto ditë, kam parë që je shumë angazhuar, kemi, do ta themi këtë se jemi shumë të vërtetë edhe me ata që na ndjekin, kemi qenë nga dita e diellit që themi do takohemi nesër, do ta bëjmë pas nesër dhe çdo ditë ke qenë e ngarkuar me punë, terren, jeni edhe broker, edhe agjente, ndërkohë që keni edhe pjesën e coaching për MMO-n. Pra ajo që ne kemi pasur le të themi atë takimin e parë bashkë nga afër në këtë trajnim që realisht unë kam marrë më të mirën nga ai trajnimi dhe me shumë dëshirë e kënaqësi do doja që ta realizoja sërish. Faleminderit shumë edhe për konsideratën e para. Si gjen gjithat e kohën që menaxhon? Vërtet kemi një javë që përpiqemi, kemi filluar që ditën e diel të diskutojmë bashkë për të bërë një podcast dhe më në fund arritëm që të takohemi vetëm sot që është ditë e premte. Ditë e premte, pas 5 ditësh. Por prapë dëshira ka qenë dhe nuk ka. Por dëshira ka qenë dhe jo vetëm unë kam qenë i impenjuar, do të themi që edhe ti ke qenë i impenjuar. Pra të dy nuk na koincidonin ditët dhe oraret që të mund të bëheshim bashkë. Unë e di që ti e ke në pjesë të rrugtimit tënd atë, por do doja ta thoja unë si përderisa është edhe ky podcasti që realisht kjo jep edhe një shembull të mirë edhe në fushën e real estate-it, të imobiliares, që agjentët do të jenë gjithmonë insistues, pra gjithmonë kërkues. Nuk duhet edhe në momenti kur një klient mund thotë, jo po kam të ose justifikime le të themi, prap ne do të kemi atë pjesën tjetër që duhet shkojmë gjithmonë të hedhim hapat. Patjetër. Iniciativa duhet të jetë gjithmonë e jona. Pra ne duhet jemi këmbgulës. Këmbgulës gjithmonë në punën që bëjmë, në përditshmërinë tonë. Unë realisht kam pas javën të ngarkuar, por mundohem që ato ditët që kam të ngarkuara të fokusohem tek gjërat që janë çik më shumë produktive dhe më të rëndësishme. Pra gjithmonë gjej gjërat zgjedh të bëj më përpara gjërat që janë më të rëndësishme dhe më prioritare. Jo se podcasti nuk ishte i rëndësishëm në këtë rast, nuk doja të thoja këtë. 8 vite në Centri 21. Si ka qenë hapat e parë, fillimet, si nisi ajo shkëndija, si u bëre pjesë e kësaj? Okej. Unë kam pasur rreth 15 vite eksperiencë në ndërmjetësim, por ndërmjetësim biznesi. Kam punuar në 2 institucione prestigjioze të shtetit italian, që njëra ka qenë dhoma e tregtisë Puljas, rreth 13 vite dhe 2 vitet e fundit kam punuar në një zyrë të shtetit italian të Ministrisë së Ekonomisë, që varet dhe nga ambasada italiane, që kishte të bënte pra gjithmonë me ndërmjetësimin e biznesit. Pra ndihmonim se si të ndihmonim 2 palët, palën shqiptare dhe palën italiane që të bënin biznes midis tyre. Pra dikush donte të shiste një produkt, dikush tjetër donte të sillte një gjysmë produkt dhe ta montonte këtu dhe ta ridërgonte përsëri në Itali dhe shumë tipologji të ndryshme, po gjithmonë ndërmjetësim. Dhe pas kësaj thash, okay, pse mos bëj një hap më përpara? Pse mos marr një iniciativë që të punoj tashmë për veten time dhe jo më për të tjerët. Dhe u gjenda realisht në kontakt me një agjent imobiliar që më kishte dhënë apartamentin tim me qira, që ishte po i centrit. Po diskutoja një ditë me të, i thash si është centri. Më tha, një gjë shumë të bukur. Centrin tha ke 2 hapa nga shtëpia, sepse zyra atëherë ishte në blok dhe shtëpia ime ishte tek libri universitar.
shko Trokit dhe pyet. E mora këtë iniciativën, e mora këtë iniciativën, fula me bashkëshortin tim dhe i thash, sikur të shkoj ta shoh se çfarë bëhet, më tha shko, okay. Shkova Trokita tek dera e Sendri 21, pas disa takimesh pastaj arrita që, domethënë të nisja këtë. Por atë impaktin më të rëndësishëm ta dha ky agenti apo kur shkove tek zyra? Pra kush ishte ai që ta dha të shkëmbijën? Jo, agenti, ishte agenti, po, ishte agenti sepse agenti her pas here ishte në kontakt me mua dhe kërkonte referime. Por dhe unë sa herë kisha domethënë kërkesa nga pala italiane që vinin që donin zyra, i referohesha po atij personi. Ju tashmë jeni prej 8 vitesh pjesë e kësaj industrie. Duhet të dal pak të rikthehemi në kohë, pra në momenti kur ky agenti të kërkonte referime. Çfarë mendoje ti? Pra është gjithmonë ato pikpyetje që ne ndërtojmë si agent, pjesë e kësaj fushë. Që po bënte punën e vet dhe po e bënte shumë mirë. Nuk e paragjykoje, nuk thoje po ky sa i bezdishëm, sa i mërzitshëm, absolutisht, jo, ishte kthyer raporti shumë miqësor. Kështu që nuk, por dëgjoj, kishte edhe këtë gjë, nuk bëhej i bezdisur, domethënë që të merrte në telefon dhe të kërkonte her pas here referime. Jo, në momentet kur takoheshim, kështu që unë çdo referim që, domethënë çdo kërkesë që kalonte prej meje, sigurisht ja referoja atij. Edhe e kishe lënë vend vetes që ta merrte atë referimin patjetër. Ju fillimisht e keni nisur si agente apo? Jo, unë e kam nisur si broker. Si broker, si shefe e zyrës. Po, si broker. Ishte dëshira juaja për të qenë broker apo ishte nevoja e tregut atëherë? Jo, ishte dëshira ime për ta nisur si broker, realisht. Ndoshta ka qenë çik hapi gabuar, sepse do ishte shumë më mirë që unë ta kisha filluar nga agenti dhe pastaj, domethënë ti kisha marrë me shkallët nga poshtë lart, unë nisa nga lart poshtë. Megjithatë, ka qenë një eksperiencë e bukur. Ka qenë një eksperiencë ku kam pas shumë bariera para edhe jam munduar që ti kaloj. Po si është më mirë, të jesh broker apo agent? Kjo është pikpyetja që thonë, ose disa agent, për shembull, një pjesë e mirë e agentëve pasi kalojnë disa vite në të fushë dhe janë agent dhe thonë, vjen një moment që të shkojmë një shkallë më lart. Po, të bën broker. Ju keni provuar dhe agentët tashmë janë agente. Unë jam dhe agente, jam dhe broker. Njëkohësisht, pra që mund të bashkë të dyja paralelisht. Paralelisht. Po. Ç'a është më rëndësishme? Është më rëndësishme të jesh broker në shumë dimensione dhe cilat janë ato arsyet? Dgjoj, varet edhe nga objektivat që ka secili prej nesh. Të jesh broker do të thotë që të kesh shumë përgjegjësi mbi vete, mbi shpatulla. Sepse ke përgjegjësi për të mbajtur një zyrë, ke përgjegjësi për të marrë me agentët, për të përgjigjur në çdo moment, ke përgjegjësi për të rritur ata nga ana profesionale, ndërsa të jesh agent nuk i ke këto përgjegjësit. Pra është çik më e thjeshtë të jesh agent. Por nga ana tjetër agenti ka atë pjesën e punës e ka shumë bukur sepse e ka gjithmonë aktive, është gjithmonë në ndërveprim me njerëz, krijon marrëdhënie me njerëz. Dhe ajo që më pëlqen dhe ke agentit, e puna agentit është edhe adrenalina. Pra në momentin që ti ndjek një proces, e çon deri në fund ke një kënaqësi të paparë. Përveç pjesës materiale, monetare. Nuk flas vetëm për pjesën monetare, është ajo kënaqësia e brendshme që ti thua, okay, ndihmova një familje, ndihmova dikë, u bë me shtëpi të re, ose ndihmova dikë që donte ta shiste shtëpinë sepse kishte një problem. A ka realisht njerëz Blerina nga eksperienca ndër vite që ju keni takuar dhe realisht e shohin sikur agentët imobiliar i ndihmojnë? Patjetër. Ka njerëz. Patjetër që ka dhe këta janë ata njerëz që e konsiderojnë agentin imobiliar si mjeku, si avokati, si noteri, pra si një pikë referimi për pasuritë e patundshme. Ju thotë konsiderojnë, po a është realisht një agent si mjeku, si psikologu, si avokati, si juristi? Unë them që po. Madje edhe më shumë, se aty përfshihet edhe juristi, edhe psikologu, edhe
ai marketuesi, ai Po, eksperti ne bëjmë njëkohësisht shumë gjëra, realisht, gjëra. bëjmë shumë gjëra. Pra kemi njohuri në shumë fusha të ndryshme. Ne njohim dhe legjislacionin, ne njohim për pasuritë e patundshme, ne njohim tregun, çmimet e tregut, ne njohim anën fiskale, që do të thotë taksat që ka një pronë për të paguar pra në momentin që shitet. Kështu që kemi njohuri në shumë fusha. Asiston në gjitha këto, se nuk mjafton vetëm pra ajo se çka është lexohet, le të themi, nga masa, po kjo po thyet që është vetëm një publikim të një prone dhe kaq. Jo, ne nuk bëjmë thjesht një marketimin e një prone. Është një tjetër gjë të marketosh një pronë për ta shitur dhe është tjetër gjë që ti ta shesësh një pronë. Pra janë dy gjëra të ndryshme. Çfarë bën një agent të mirë? Një agent të mirë e bën në radhë të parë përkushtimi. Pra duhet jetë shumë i përkushtuar, nëse do që ta bëj këtë punë, duhet ta bëj me pasion. Nëse nuk e bën me kënaqësi, me pasion, atëherë nuk është puna për të. Nuk është asnjë punë për atë? Nuk është puna agentit imobiliar. Domethënë agenti imobiliar nuk është puna që ai mund të bëjë. Dhe përkushtim fusha e real estate-it se sa profesionet e tjera, le të themi. Pra, përderisa ju keni ardhur edhe nga fusha të tjera që keni provuar profesionet e tjera. Kërkon, por varet edhe se si e përdor kohën. Pra nëse një agent imobiliar e përdor mirë kohën, nuk e shpërdoron atë, që ti ki dita pa bërë për shembull disa telefonata ose pa takuar dikë, të ikën koha dhe të duket sikur ti ke harxuar shumë kohë dhe në fund ditës s'ke bërë asgjë. Ndërsa një punë e zakonshme, është një punë tetorshe që ti e di që të fillon në 8 dhe mbaron në 4 ose në 5 dhe ikën në shtëpi. Kurse ne nuk na mbaron në orën 5 puna asnjëherë. Nuk ka orar. Megjithëse duhet të ngrem ca standarde që edhe klientëve të përgjigjemi atëherë kur kemi realisht kohë për t'u përgjigjur atyre. Pra, edhe ti edukojmë njëkohësisht klientët. Po kur konsiderohet që një takim ose një klient nuk ka dhënë rezultat atë të pritshmërisë të themi të një agenti? Atëherë kur, për shembull, nuk t'jep pronën që ta tratosh e para. Atëherë kur një blerës shkon në shumë agjenci dhe kontakton me shumë agent. A mund të konsiderohet që faji ose problemi është tek agenti? Ose në cilat raste mund të konsiderohet? Jo gjithmonë, sepse mund të ketë dhe raste që është agenti ai që zgjedh klientin me cilin do të punoj. Është agenti, pra pesha le të themi tu që po, mund të jetë dhe agenti. Dgjoj, ka agent të Century 21 që janë shumë të mirë, që performojnë shumë mirë dhe janë nga ata agent që edhe zgjedhin me cilët klient duan punojnë. A nuk merret kjo si arrogancë dhe jo, ky është thjesht një standard. Ky është një standard. Ky është një standard që unë dua të punoj me këtë nivel klientësh. Po. Make Money Organization, MMO-ja. Kjo është ajo që ne duam të qëndrojmë dhe realisht unë vetë si Altin, po kam përshtypjen që shumë kolegë të Century 21, por edhe klient, pse jo, kanë shumë interes të dinë se çfarë do të thotë ky coaching, ky trajnim, pra që merret dhe ndërmerret nga ju pas një eksperiencë që do doja ta zbulonim edhe në këtë bisedë. Prej 2 vitesh, pjesë e MMO-s në trajnimet që organizoni për kolegët, agentët dhe realisht është një frymë shumë pozitive. Unë për herë para një jave e kam provuar. Po, ishte në trajnimin e parë. E thash edhe në fillim të bisedës që do doja ta realizoj sërish. Okej. Ka dhe feedback, ka dhe shumë gjëra pozitive që të shtyn, të rigjenerosh klientët, e tjera që do doja ti dëgjoja nga ju vetë. Okej. Make Money Organization në fakt unë e njoh prej Centerit. Pra, unë kam hapur zyrën në 2017 dhe në 2018 unë informova që në Itali organizoheshin trajnime 2 herë në vit. Trajnime të mëdha ku merrnin pjesë mbi 500 veta, 500 agent imobiliar që vinë nga gjitha Italia, po edhe nga Shqipëria ftoheshin her pas here. Fillova të ndiqja këto trajnimet që bëheshin, pra 2 herë në vit shkoja. Pastaj patëm një pauzë, një stopim në momentin e pandemisë. Në momentin e pandemisë, MMO-ja filloi të përshtatej me situatën dhe filloi të bënte disa trajnime online me një nga psikologët më të mirë të Italisë, Pietro Trabucchi.
nuk e di nëse e ke dëgjuar, ka dhe shumë libra që ka shkruar dhe libra dhe ndërkohë I lexoj dhe librat e tij. Filloi të bënte pra si do sillemi, t'ju tregonte agentëve imobiliar se si do të sillemi në këtë moment. Në këtë moment, domethënë si do I përqasim ne këtë situatë. Ne si agent imobiliar si do shesim prona, ç'a do ndodhi tash. Mori fund këtu dhe ne s'punojmë dot më apo do gjejmë alternativa të tjera. Më pëlqyen shumë realisht ato kollet online që bëheshin, edhe mundohesha që t'ja transmetoja edhe agentëve të zyrës time, po online, bënim në një grup kështu WhatsApp video, edhe I informoja se ç'a kisha ndjekur më përpara. Pasi mbaroi dhe situata e pandemisë, më del rastësisht në një nga mediat sociale libri I titullarit të Make Money Organization. Kishte bërë një libër nga agent në milioner që është përkthyer dhe në Shqip, pra e kemi dhe këtu në Shqipëri. Edhe I shkruaj që do më pëlqente shumë, I thash që ta lexoja librin tuaj. I shkruajte personalisht? Po, I shkruajte personalisht. Dëgjoj, ata kontaktet tona I kanë sepse duke qenë në databazën e tyre, pra që na ftonin nëpër trajnime, I kishin emailët, kështu që merrja gjithmonë informacion prej tyre. Po, dhe I shkruajta, I thash do doja shumë që ta lexoja librin, më kthejnë për një herë përgjigje dhe më thotë, ok, më dërgoj adresën edhe do të dërgoj librin që ta lexosh. Pas një javë më arrin libri, e marr, e lexoj, realisht më pëlqeu sepse ishte gjithë metoda e punës që duhet ndjekë një agent imobiliar, nga A-ja deri te Z-ja. Pra, si duhet punosh me blersin, si duhet punosh me shitsin, skriptet që duhet përdorësh. Kjo është fiksaj momenti që I libër ndryshon jetën. Po, se ku e kemi dëgjuar dikur ç'a thotë. E vërtet. Si duhet të njohësh numrat e tu, si duhet krijosh një skuadër. Kështu që më pëlqeu shumë realisht libri. Pastaj ndodhi që ishte një moment që do bëja një fundjavë në Itali, në Pisa, rastësisht e vendosa me tim shoq të bënim një fundjavë vetëm. Dhe me që ishim Pisa, thash ok, po e kontaktoj titullarin, e kisha takuar disa herë në për këto trajnimet, po jo në një diskutime shumë të gjata, dhe I thash do jem në Pisa këto 2 ditë, nëse do kesh kohë, mund të pim një kafe bashkë. E mirë priti shumë, realisht, dhe takohem bashkë me të, me tim shoq dhe me administratoren e kompanisë. Biseduam gjatë, më ndizet një shkëndija aty dhe I them pse këto trajnimet mos I bëjmë dhe në Shqipëri. Sa bukur. Imagjino, po ta kishe mbajtur brenda, mos ta them këtë, nuk do ndodhi. Do kishte ndodhur, sinqerisht, domethënë ishte një shkëndi që më erdhi kështu. Edhe më tha direkt, po sa veta mund të vinë në Shqipëri që të bëjmë neve trajnime? I thash, po të mundohemi që të mbledhim sa më shumë agent imobiliar. Se në Shqipëri realisht mungon I thash këto lloj trajnimesh që bëni ju. Jo vetëm të fush, po coaching mungon edhe në fusha të tjera. Tani ka filluar të dëgohet si trend pra trajnimi, ka edhe psikolog që bëjnë trajnimi psikolog tjetër, ka mentor të tjerë që ndjekin të tjerë. Realisht, po. Coaching për business coaching ka filluar, po. Edhe u vendos kështu shumë shpejt edhe pa e menduar shumë realisht, më tha atëherë ishte nëntor, më tha kur mendon se je gati që ta bëjmë këtë trajnimin? I thash dëgjosh nëntor, dhjetor janë festat. E lëm diku nga janari, fundi janarit, shkurti. Në moment më thotë, pas ke menduar më përpara, I thash se kisha menduar fare. Më erdhi kështu me intuit, I thash nuk e di se si. Krejt natyrshëm. Okej, tha, ditën e hënë do të dërgoj datat që ne jemi disponibil për të ardhur në Tiranë. Edhe nisi kështu kjo rrugë, domethënë ky rrugtim. Para 2 vitesh. Para 2 vitesh. Para 2 vitesh këtu kanë ardhur disa herë për të bërë trajnime, kanë ardhur në 2023 2 herë, pastaj në 2024 2 herë të tjera, 2025-ën, do bëjmë dhe në 2025-ën, ne kemi planifikuar që të bëjmë një event madh edhe për 2025-ën. Po, realisht çfarë është coaching? Që ta kuptojmë edhe si. Atëherë coaching, Altin do të bëj një pyetje. Ke hyrë ndonjëherë në një tren të shpejtësisë lartë jashtë? Po. Qa shkruan të vagonat, e ke parë një herë? Të se kam parë, se kam mbyll syt direkt, të arri sa më shpejt. Te vagoni shkruan coach edhe një numër, që është numri I vagonit.
dhe po të shpjegoj kështu se çfarë është coachi. Coachi është ai person ose ajo figurë profesionale që si vagoni. Lokomotiva. Jo, lokomotiva është agenti. Coachi të shtyn atëre kur lokomotiva është duke ecur avash, pra vagoni të shtyn kur është duke ecur avash. Po me ikja. Që të eci më shpejt. Që të eci më shpejt, ose kur ecën shumë shpejt lokomotiva do thotë prit, stopo. Do të mbajmë ritmet e duhura për të ecur më përpara. Dikush për shembull një agent po performon mirë, po bën të ardhur apo jo në atë sens, është kur agenti është duke bërë multitasking, po bën shumë gjëra dhe s'po bën asnjë gjë tamam ashtu siç duhet. Që t'japi dhe rezultatin e duhur. Coachi është ai personi që mundohet të identifikojë kush janë aftësitë e tua, sa i përdor ti ato aftësi dhe nëse nuk i përdor aq sa duhet, të t'i vërë në punë, të të heqi ato barrierat dhe ato barrierat të t'i krijoj si mundësi, që ti t'i shohësh si mundësi, jo si barriera. Nuk duket paksa paradoksale kjo pjesë që ato, le të themi, aftësitë ose mangësitë ti di dikush tjetër më mirë se sa vetë personi? Do mbetesh te vetja jote pastaj, s'do dalësh dot jashtë dhe do vazhdosh të bësh të njëjtën gjë që ti ke bërë gjithmonë dhe s'do ndryshosh asgjë. Ju vetë ndiqeni, keni një coaching vetë? Po unë herën e parë që është bërë trajnimi në Tiranë, më pëlqeu aq shumë trajnimi sa. Pra nuk e keni mbyllur me aq, domethënë shkova disa herë tani. Jo. Unë kam 2 vite e pak 2 vite e 2 muaj që bëj coaching me një trajnues në Itali. Që në momentin e parë që erdhën këtu, dola para sallës dhe ju thash pavarësisht ata kishin ardhur pa pritshmëri fare për të nënshkruar një kontratë coaching, i thash okay, atëre agenti i parë imobiliar që do bëj coaching në Shqipëri jam unë. Edhe nënshkrova kontratën, pa e menduar fare as kostot që kishte, as absolutisht asgjë. Domethënë më impresionon aq shumë sa vendosa dhe thash me veten time unë duhet ndryshoj. Po ju bëni trajnim për tjerë, pra si në rastin që isha unë edhe që vazhdoni prej 2 vitesh. Po kjo nuk mund të quhet le të themi trajnim edhe për veten, teksa ju bëni për tjerë? Patjetër që dhe unë trajnohem. Të them diçka, në momentin që mentori im apo titullari i kompanisë më thoshte fillo bëj trajnimet në Tiranë, unë i thosha shpesh nuk jam gati. Më thoshte nuk ke për të qenë ndonjëherë gati. Nëse ti nuk fillon, asnjëherë s'ke për të qenë gati. Mos dëshmuar, kam përshtimin që shumë njerëz në fusha ndryshme e kanë vërtetuar mos prit që të perfeksionohesh. Perfeksionizmi vjen me punën. Pra sa më shumë orë udhëtimi të ketë piloti, thoshte aq më kollaj i jep avionit. Aq më shumë nuk e zë gjumin. Kështu që dhe kjo që unë nisa sepse më pata një shtytje, një motivim patjetër shumë nga pala italiane. Si ka ndryshuar për sa i përket fillimeve kur e keni filluar trajnimin tonë në Shqipëri dhe këto muajt e fundit le të themi? Dgjoj, ka ndryshuar. E shoh që ka ndryshuar unë me veten time. Për te vetes, pra si e shohin tjerët? Siç isha unë që unë realisht kush është qasja të tjerëve. Kanë ardhur gjithmonë duke ushtuar numri i personave që kanë filluar të ndjekin trajnimet, edhe që kanë kuptuar që domethënë feedbacku ka qenë shumë pozitiv dhe kanë kuptuar që ato gjëra që kanë marrë nga trajnimi kanë rezultat, funksionojnë. Çfarë rezultati ka konkretisht? Jo, unë kam disa klient coaching që i ndjek, që janë shqiptarë, agent shqiptarë. I shoh në përditshmërinë e tyre se çka kanë ndryshuar. Kanë ndryshuar mënyrën e përdorimit të kohës, gjë e parë. Pra, din ta përdorin kohën, nuk fokusohen tek shumë gjëra, pa fokusohen tek ato gjëra që unë i them që ti duhet fokusohesh tek këto. Për shembull, kam një nga kolegët e centrit që i them ti duhet bësh prospekt në zonë, se i shoh që gjithë pronat që ke nuk i ke në zonë. E kanë çik me vështirësi në fillim, thot mua, po ja do ta bëj javës tjetër. Unë prapë insistoj, javës tjetër. I them e bëre? Jo, do ta filloj këtë javë. E kupton? Dhe kjo është edhe puna e coaching, pra që coachi duhet të bësh ato gjërat që ti i ke vështirë, i ke të vështira për të bërë,
ose që i ke inat t'i bësh, ta themi shqip, por t'i bësh sikur ke dëshirë t'i bësh. Pse është e rëndësishme që një agent të bëj coaching? E para punës merr një metodë pune. Pra nuk punon i, ta them shqip, si hallakator. është tamam, se nuk... Jo, merr një metodë pune. Merr ca instrumenta pune që ti po t'i vësh në punë, pra të reagosh duke i përdorur ato, të japin rezultat. Për shembull, një nga gjërat e bukura është që dje një nga klientët, se ne kemi dhe një grup tonin që shkëmbejmë informacione her pas here, dhe shtyjmë, motivojmë njëri tjetrin, është që më dërgon një screenshot dhe më thot, i çova klientit që më the detyrën e ditës së martë që kisha për të bërë, i dërgova një raport klientit shitës se çfarë pune kam kryer unë për pronën e tij, dhe përgjigja e klientit ishte: e kuptoj që duhet ulim çmimin, më sugjero cili është çmimi i duhur për të ulur, për të shkuar në finalizimin e shitjes së pronës. Kisha ardhur vetë klienti që thonë dhe tani duhet Po, ishte një screenshot që ma dërgoi agjentja ditën e djeshme dhe i thoshte faleminderit shumë për raportin që më ke bërë. E kuptoj që duhet ulim çmimin sepse prona deri tash nuk ka lëvizur, pra nuk është në çmimin e tregut. Kështu që ulemi dhe diskutojmë se në çfarë çmimi duhet arrim që ta shesim pronën. Dhe këto për mua janë kënaqësi realisht. Le të ndalim pak te kjo pjesë shumë e rëndësishme. Tani puna më kryesore, më e rëndësishme e një agenti është në fillim, pasi merr pronën. Puna e parë për të marrë pronën, gjëja kryesore është për të marrë çmimin e tregut. Për këtë është ai që ta marrësh. Nëse një agent imobiliar arrin të marrë çmimin e duhur të pronës, pra çmim tregu, ne e dim shumë mirë që kam shumë të thjeshtë rrugën përpara për ta shitur pronën. Sigurisht që dhe hapat më tutje janë të rëndësishëm, po jo sa ky që është të them pika kyçe, themra e akilit, nëse ti merr pronën me çmimin e duhur. Ju në trajnimet për 2 vitesh keni kontaktuar edhe drejt për drejt nga afër shumë nga kolegët, nga agjentët e tjerë, teksa ngjoni edhe nga eksperiencat e ndryshme. Si e shihni, pra, për çfarë punojnë më shumë agjentët? Punojnë më shumë me pjesën e parë, pra për negocimin e çmimit, për të marrë një çmim mirë për tregun, apo merren më shumë me pjesën tjetër të marketingut të një prone që ndoshta mund të jetë jashtë çmimit ose më larg nga tregu? Unë them që kjo ka të bëjë më shumë me eksperiencën, Altin. Pra, agjentët që kanë eksperiencë, kanë vite në treg, punojnë gjithmonë me çmimin. Pra, punojnë që në fillim negociojnë çmimin e duhur, sepse e dini, kanë pas rezultatet më përpara. Ndërsa agjentët që janë të rinj punojnë më shumë janë të orientuar për të punuar edhe me blersin edhe marketing. Pra bëjnë më shumë marketingun, se mendojnë që nëpërmjet marketingut edhe kjo është pozitive, kjo nuk patjetër që është një pjesë e procesit punës tonë që duhet përdorur. Si duhet pa diskutim. Gjikohemi nga pala tjetër, por realisht patjetër që duhet përdorur, është një hallk e zinxhirit tonë që duhet përdorur. Por nëse ne marrim një pronë me çmimin e duhur, e dim shumë mirë që mund ta shesim atë pronë edhe me databazën e klientëve tonë që kemi. Direkt pa nxjerr në treg fare. Blerina duhet falenderuar për gjithë këto informacione të vyera dhe për gjithë këtë punë të mrekullueshme që bëni, që është intensive dhe gjithmonë për krah kolegë dhe agent për të shkuar drejt përmirësimit të punës që bëjnë çdo ditë. Do doja të dija përsa i përket pikave më të rëndësishme të coaching, të një trajnimi. Unë si trajnose, pra si coach, punoj me klientët e mi, aty ku kanë pikat më të dobta. Mundohem që t'i bëj që t'i përmirësojnë ato pikat e dobta. Pra nëse kanë një barrierë të vetëm për të folur me njerëzit, ose nëse kanë një barrierë për të bërë 10-15 telefonata në ditë, ose kanë një barrierë për të përdorur skriptet. Mundohem që të punoj më shumë pra në ato pika që ata kanë më problematike, më të vështira për t'i bërë. Pra jo çdo rast është një direkt me tjetrin. Jo, sepse coaching është si themi, sikur bën një këmishë sipas përmasave tua, jo të blesh një këmishë të gatshme me një numër fiks për shembull. Kështu që unë mundohem që të punoj me çdo agent aty ku ka ai pikat e dobta. Të fillojmë të ndryshojmë, të përmirësojmë pra ato gjërat që ai i ka të vështira për t'i bërë, apo siç thashë edhe më përpara, që ato gjërat që nuk do t'i bëj,
ose i ka inat t'i bëj. Po, ajo është ti bëj, ti bëj gjithmonë. Po fokusi më shumë fokusi është disiplina në të bërin e gjërave dhe konsistenca, pra të vazhdoj të bëj. Kjo gjë ti jetë sot je më i miri. Duhet bërë gjithmonë, dhe unë te kjo gjë domethënë insistoj her pas here. Në çdo seancë që bëj me klientët i pyes, "Ok, ke pas të detyrat për të bërë javën e kaluar. Cilat nga këto detyra ke bërë? Ose nëse se ke bërë, pse se ke bërë? Ose kush ishte ajo arsyeja pozitive që ti se bëre?" I bëj të mendojnë. Pozitivisht, se edhe kjo është shumë e rëndësishme. Po, i bëj të mendojnë që ta vënë mendjen në punë, pra që ta kuptojnë që pse se kam bërë. Çfarë më pengon? Kush është pengesa që unë se bëj këtë gjën, që më jep dikush një detyrë për ta bërë. Ky trajnim coaching është për të gjithë agjentët, është për më të mirët, për të rinjt, pra si ndahet? Atëherë coaching është coaching i shërben gjithë agjentëve. Pra, por mendoj që qasjen më të mirë e kanë ata agjentë që kanë vizion, që e shohin veten për shumë vite dhe afatgjatë në këtë sektor. Ata që e shohin afatgjatë. Ata që e shohin afatgjatë, se një person që nuk e sheh veten afatgjatë nuk investon në coaching. Me atë që shoh unë, pra nga perceptimi im, nga njerëzit që kam rreth e rrotull. Ai që e sheh veten afatgjatë investon për të përmirësuar veten, sepse ashtu siç ndryshon tregu, duhet ndryshojmë dhe neve. Pra, duhet jemi në proporcion të drejtë. Ndryshon tregu, ndryshon dhe agenti imobiliar, ndryshojnë teknikat e shitjes, ndryshojnë mënyrat e të shiturit, ndryshojnë mënyrat e përqasjes së klientëve. Jo të gjithë klientët të shohin njësoj, ose jo të gjithë klientët që ti ke përballë janë gjithë njësoj. Nëse mban mend te trajnimi që bën, janë 4 lloj stilesh sociale. Mund të kesh një driver përballë, mund të kesh një ekspresiv, mund të kesh një person analitik, dhe mund të kesh dhe një person që është ndihmues, suportues. Dhe agjentët duhet pra që të përshtaten, duhet të dinë se me kë kanë të bëjnë para. Kështu që janë agjentët, po them që duan të jenë afatgjatë në këtë sektor dhe të e shohin veten pra shumë gjatë. Ka një vizion përpara. Ka një vizion përpara. Do dal tek ajo pyetja për ta mbyllur tani, tek pyetjet që keni bërë titullarit atje, pse se realizohen në Shqipëri? Unë tani do të bëj një pyetje tjetër. Tu po flasim për MMO-n, pra coaching për agjentët. Po sikur shohim pak të tjetër, bëjmë një lloj coaching, një lloj trajnimi edhe për klientët. Edhe për klientët. Për klientët i bie që thrasim gjithë Shqipërinë dhe të fillojmë t'i edukojmë. Po, pra, si eshe më shumë kanë ecur agjentët që kanë shkuar drejt klientëve, apo edhe klientët që kanë filluar të edukohen. Jo, ata që bëjnë nuk shkojnë më ta shesin vetë, pra me idenë, jo si ne e shohim si diçka negative këtë, por japin vlerë kohës tyre, punës tyre, jetës tyre dhe ja dërgojnë atë një profesionisti që di ta shesë dhe pronën e tyre. Kur kam filluar unë punën pra tek Century 21 në 2017, kanë qenë rreth 8 deri në 10% e popullsisë që orientohej tek agjencitë imobiliare për të bler apo për të shitur një pronë. Ndërsa sot këto vlera kanë ndryshuar, jemi tek 20-23. Kështu që edhe njerëzit kanë filluar ta kuptojnë. Patjetër që është pozitive, patjetër që është pozitive dhe do jetë gjithmonë më lart, sepse ritmet e jetës kanë ndryshuar shumë. Pra njerëzit nuk kanë shumë kohë tash për të dedikuar edhe blerjes së një shtëpie apo shitjes së një prone. E kanë kuptuar që duhet t'i referojnë një profesionisti, sepse profesionisti mund të menaxhojë edhe vizitat në pronë, mund të bëjë një parakualifikim shumë të mirë të atij klientit që ai do t'i çojë dhe që ka interes realisht për atë pronën, mund ta marketojë në mënyra të ndryshme, mund të krijojë strategji shumë të mira për shitjen e një prone,
sepse nuk është aq e thjeshtë shesësh një pronë, nuk po shet fruta perime. Imagjino sikur Cristiano Ronaldo që ju e dini shumë mirë se sa e ka minutin, shesi vilën e tij ta shesi vetë, për shembull, dali ta shesi vetë. Sa kosto do të kishte. Do shkonte më shumë minutë se sa mund shite vilën. E vërtet sepse sot koha kushton për gjithë. Është shumë e rëndësishme. Është gjëja më e rëndësishme që ne kemi. Jepi vlerë kohës tënde, jetës tënde dhe vetes tënde. Blerina, të falenderoj shumë, realisht ishte shumë kënaqësi dhe uroj që me MMO-n dhe për kolegët, për gjithë ata, jo vetëm për këtë podcast, por edhe për trajnimin, për coaching që bën Blerina, mu të më kesh. Faleminderit. Dhe realisht është në interesin tonë, është në interesin tonë të çdo agjenti që e sheh afatgjat këtë të jetë pjesë e kësaj fushë, pra të kësaj industrie. Unë të falenderoj shumë për ftesën. Edhe jam realisht e kënaqur që e ke vlerësuar edhe që momentin e parë, herën e parë që ishe në trajnim e vlerësove dhe më ftove për të bërë një podcast. Të falenderoj ty. Miq, gjithmonë e bëj thirrjen për pyetje, sugjerime, këshilla dhe kritika, pse jo. Duhet të jemi sa më pranë jush, sa më afër jush. Ju përshëndesim, një fundjavë të këndshme.